Gjithmonë është aluduar se ceremonia e topit të artë është më shumë një formalitet se sa përmban emocionet e vërteta. Bëhet fjalë për punën e një sezoni, dhe në teori, 3 kandidatët kryesor për fitimin e këtij trofeu, më të rëndësishmin personal, duhet të qëndrojnë në emocione deri në fund, për të mësuar emrin e fituesit. Kështu supozohet të ketë ndodhur gjithmonë në të kaluarën, teksa edhe tifozët e futbollit mund të shohin anën tjetër të disa prej idhujve të tyre, të shohin më njerëzor, mes lotëve të gëzimit dhe ato të dëshpërimit. Por ky emocion është vrarë, pasi emri i fituesit dihet në rastin më të keq një ditë përpara. Kjo është vërtetuar me topin e artë të këtij sezoni, teksa të gjithë prisnin që të ishte Vinicius Junior fituesi i këtij çmimi, në fakt ka ndodhur e kundërta. Nuk do të jetë lojtari që i solli Realit trofeun e Champions League, por mesfushori i Manchester Cityt, Rodri. Vinicius Junior dhe Real Madrid kanë braktisur ceremoninë e topit të artë që nis sot në orën 8 mbrëmjes, duke e ditur përpara kohe se nuk do të jenë ata fituesit. Kështu jo vetëm Vinicius, por as Perez dhe zyrtarë të tjerë të Realit nuk do të jenë pjesë e ceremonisë, pasi e dinë se trofeu do të shkojë në duart e Rodrit.